Miftiu i Lushnjës, Gramos Bliku, ka përcjellur urimet më të përzemërta për besimtarët musliman lushnjar, kudo që ndodhen për fillimin e muajit të bekuar të Ramazanit. Ai u dëshiron një muaj Ramazanit të mbushur me paqe, mëshirë dhe begati, duke nënvizuar rëndësinë e harmonisë në familje dhe shoqëri. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin. Falënderimet i takojnë të madhit Zot, salavatet dhe përshëndetjet e sinqerta mbi fundin e të dërguarve të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Spari ju falenderoj që më jepni mundësinë që me anë të ekranit tuaj të çoj mesazhet e mia, por dhe të Miftinisë Lushnje tek mbar besimtarët dhe qytetarët lushnjar për ardhjen e muajit begat të Ramazanit. Nesër, mbar besimtarët, jo vetëm në Lushnje, por edhe në Shqipëri, janë të agjërueshëm. Muaji i Ramazanit është një muaj veçantë. Është një muaj që Zoti krijuesi i gjithësisë zbriti përmbar njerëzimin Kur'anin fisnik, si udhëzues dhe udhërrëfyes. Pra, ashtu siç i madhi Zot e dalloi këtë muaj me zbritjen e Kur'anit fisnik, dhe mbar besimtarët duhet ta trajtojnë këtë muaj ashtu siç Allahu Azza wa Jall e trajtoi atë. Pra le të jetë ky muaj, muaj i reflektimit, muaj i dashurisë, muaj i solidaritetit. Pra dhe një herë lut të madhin Zot, krijuesi i gjithësisë, të pranoj prej jush agjërimin tuaj, adhurimet tuaja, lutjet tuaja. Ardh i mbar dhe i begat dhe gëzuar për shumë vjet muajin e madhnueshëm të Ramazanit.